Ka pas thirrje aktive që të bojkotohet procesi zgjedhor. Sensi i mosbesimit që thu se ne si jemi të aftë për të organizuar zgjedhjet, ram në sy si faktor shumë i rëndësishëm. Kosova është sulmuar dhe sidomos në proceset zgjedhore, është sulmuar kryesisht në dy vlerat kryesore që i ka. Kemi qenë në agresion të vazhdueshëm që të denigrohet institucioni. Është e vërtetë që në faza të ndryshme ka pas thirrje aktive që të bojkotohet procesi zgjedhor në Kosovë, sepse përmes bojkotimit të procesit zgjedhor është synuar që të bojkotohet sistemi, të bojkotohet shteti dhe vetë legitimiteti i procesit zgjedhor. Mirë po kam përshtypjen që edhe presioni ndërkombëtar në muajt e fundit e ka dhënë efektin e vet. Mirë po kjo nuk do të thotë që Serbia nuk do të përpiqet që të përdor metoda tjera për të ndikuar qoftë në rezultatin e procesit zgjedhor brenda komunitetit serb, qoftë në përçarjen e shoqërisë kosovare në përgjithësi. Fillimisht kanë qenë domethënën ato që prekun pak edhe ndjesinë njerëzore dhe ka qenë një farë sensi i mosbesimit që thu se ne si jemi të aftë për të organizuar zgjedhjet dhe si të tilla këto po bëhen si forcë domethënë. Por ne definitivisht këtu rolin kryesor ka pasur në departamenti i zgjedhjeve në kuadër të OSBE-s, që ka qenë themelues i trupit ton dhe administratës për zgjedhje, dhe amerikanët ishin ata që hartuan plane për trajnimin ton. Fillum bashkëpunimin me KQZ-n, Slovenisë, Kroacisë, Malit Zi, Maqedonisë, Shqipërisë. Bile kemi pas tendenca dhe s'mojtë e marrit, por u patëm afru edhe me KQZ-n e Serbisë në farë mënyrë. Ku ne me pikpamjet tona, me paraqitjet tona, me përgatitjet tona, ram në sy si faktor shumë i rëndësishëm. Kosova është sulmuar dhe sidomos në proceset zgjedhore, është sulmuar kryesisht në dy vlerat kryesore që i ka, e që është liria që ka ardhur përmes aktivitetit pasor të Kosovës, pra rezistencës pasore dhe të luftës çlirimtare. Dhe kjo e ka identifikuar, targetuar edhe personat individualisht, edhe backgroundin e tyre, qoftë televizës pasore, qoftë luftës çlirimtare, qoftë besimit tyre dhe angazhimit tyre për integrimin euroatlantike. Duke qenë Republike e re dhe duke qenë në shëndërtim Republika jonë, natyrisht që rreziku më i madh është besueshmëria në institucion. Është investuar shumë që me rujt besueshmërinë dhe me rrit. Në anën tjetër kemi qenë në agresion të vazhdueshëm që të denigrohet institucioni. Të denigrohet institucioni duke shkaktuar mosbesim. Dhe kjo është rreziku më i madh që Republika jonë ka pasur dhe ka me pas. Sepse fundja Serbia ka me vazhdu me ushqy gjithmonë ato që Kosovën me pasqyru si shtet dështum. Dhe me dështu investimin e partnerëve ndërkombëtar. Shteteve më të fuqishme në BE edhe SBA që keni investu në një popull të dështum. Sepse dështimi i Republikës është dështim e krejt asaj mbështetje ndërkombëtare karshi popullit Kosovës dhe duhet me pas gjithmonë nga kanti shpërbërës e ish Jugosllavisë.